Toka, një planet blu me më shumë se 1 milion lloje krijesash që jetojnë rreth e rrotull saj. Toka, gjithsesi tani më shumë se 2500 lloje specish janë në rrezik zhdukjeje, qenie të rëndësishme të njerëzimit. Ne duhet të veprojmë në mënyrë të menjëhershme. Tani, për hir të të gjitha qenieve të gjalla, përfshirë edhe veten tonë. Kjo ishte me të vërtet një mbrëmje shumë e bukur. Çfarë po ndodh në lumë? Pra është ajo. Hollywood, mjau mjau, pjesa e parë. Vajza, është e tmerrshme. Na ka dalë një problem shumë i madh. Për çfarë bëhet fjalë? Hedhi një sy kësaj fotografie. Çfarë është? Një mister i ri në qytet, një heroinë e panjohur, një krijesë e llahtasme që shfaqet natën. Po çfarë shakaje është kjo? Është e qartë se dikush ka fotografuar njërin nga ne pa e vënë re. E gjora unë, nuk e di se çfarë do të kisha bërë nëse dikush e zbulon sekretin tim. Mos e të pro kaq shumë, do të ishte vetëm pak turpëruese. Edhe ta mendosh mirë, mua nuk do të më pëlqente që Marku ta merrte vesh që unë mund të transformohem. Mjaft u shqetësua tani. Vajza në foto nuk është asnjëra nga ne dhe mund t'u aprovoj këtë. Çfarë? Me pak fjalë, shikojeni këtë! Por që kemi ne? Mund të më thuash se përse na ke bërë foto me rroba banjo? Mund ta dim se çfarë kishe ndërmend të bëje? Tada! Gërshë? Çfarë do të bësh? Po tani përse po e pret atë foto? Mbarova! Kjo je ti Lule Shtrydhe. Dhe je më e shëndosh se vajza në foto. Duke me shëndoshur? Ndërsa Loren e përjashtojmë fare, sepse duket më e vjetër se vajza në foto. Më e vjetër? Po çfarë po thua? Ndërsa Mina është shumë e shkurtër, kështu që edhe ajo përjashtohet. Siç e shikoni, nuk është asnjëra nga ju. Me të vërtetë duke me shëndoshur? Je sigurt që unë duke më e vjetër nga sa jam? Po mirë, nëse nuk jemi ne në këtë foto, atëherë më duket se është dikush tjetër. Po, ke të drejtë. Ne nuk kemi eliminuar asnjë monstër në atë pjesë të qytetit. Pa prisni pak, vajza. Kush mund të jetë kjo në këtë foto? Më le ta gjej unë. Po sigurisht. Bëhet fjalë për pjesëmarrjen e 5 të mjau mjau. Çfarë po bëni, vajza? Çfarë është ajo? Kemi gjetur pjesëmarrjen e 5 mjau mjau. Shiko këtu. Po unë e njoh atë. Kjo është e pabesueshme. Kush është ajo? Më fal? Do të thuash që e njeh këtë vajzë? Jo, nuk e njoh. Unë gatrova, më falni. Hej! Çfarë po përpiqesh të fshehesh? Nuk po përpiqem të fsheh asgjë. Ti po përpiqesh ta fshehesh.
thash? Jo, nuk është asgjë. Ha, tani ma trego, dua ta shikoj. Thash që nuk është asgjë. Ma trego, dua ta shikoj. Jo, dua ta shikoj se çfarë të ta tregoj çfarë është lëshoje. Kjo qenë ka një revistë. Po çfarë është kjo? Me thash e theme për të famshmit? Jo, është një revistë si gjithë të tjera. Të interesojnë me të vërtet këto gjëra? Mos më thuaj që unë kalova nga kioska e gazetave dhe e mora thjesht për kuriozitet. Pa shiko se çfarë i bëre fotos së modeles time të preferuar. Përse e preve? Tada! O jo, e gjora pam. Tani shikoni mirë. Forma për puthet. Çfarë? Pra kjo do të thotë se profili i kësaj vajze misterioze është I njëjtë me atë të heroinës time. Kështu që jo vetëm një dhullim ka një jetë të dyfisht, por me shumë mundësi është një prej nesh dhe së shpejti do të jetë pjesë e skuadrës tonë. Pam Fujiwara, lindur në 3 shtator, shenja e virgjëreshës. Gjatësia 1,72, pesha 49 kg, masa 83, 58, 85. Ajo flet disa gjuhë, anglisht, frëngjisht, shqip dhe kinesçe. Për momentin është e punësuar si modele nga stilistët më prestigjioze ndërkombëtar. Oh, sa flok të bukur e të dëndur. Çfarë sysh ngjyrë deti, sa këmbë të përsosura, të bardha si fildishi. Ajo nuk ka asnjë tëmet. Pyesnim veten se kush mund të ishte pjesëtarja e 5 të grupit ton. Dhe sapo e zbuluam kush është. Oh, po, Pami do të jetë mbrojtësja më e mirë. Sa shumë lëvdata që po I bën një personazhi të njohur. Unë nuk lëvdoj të gjithë personazhet e shfaqjeve. Unë admiroj vetëm Pamin. E po është e pabesueshme të mendosh se idhulli yt mund të jetë pjesë e skuadrës Miau Miau. Sigurisht që duhet të ketë qenë një surprizë e bukur për ty kur e more vesh këtë gjë, apo jo? Unë kam një ide. Pse nuk e takoni personalisht? Organizohet një audicion. Një audicion? Po ç'është kjo? Ç'është kjo kafshë shpifur? Dhe kështu na qenë ka edhe një ngatresare tjetër. Po, Kush është? Mos është ndonjë mike e vajzave? mund t'jetë e mundur. Në këtë moment nuk mund ta them në siguri. Do ta kërkoj ta identifikoj sa më shpejt t'jetë e mundur. Nuk më duhet shumë kohë, kam tashmë disa dyshime. Nuk më besohet që po marrim pjesë në audicion vetëm për të zbuluar nëse Pami është një prej nesh apo jo. Vjen Vejlindi një ide e mirë për të na dërguar këtu. Në rast se zgjidhem, unë do të marr rolin si motra e vogël e Pamit. Po duket sikur po ndërroj. Nuk e kisha imagjinuar asnjëherë se do të merrja pjesë në një audicion, aq më pak në një muzikal ndërkombëtar si ky. Dëgjoj, për pak vjen Pami, kështu që sillu mirë këtë herë dhe mos më turpëron, rregull? Në rregull, por nuk ishte e nevojshme që të më pickoje në atë mënyrë. Po sikur të më zgjedhin mua, do të isha personazhi kryesor I shumë reklamave dhe do të firmosja një kontratë për CD-n time të parë. Me pak fjalë do të bëhem një. Kjo nuk është e gjitha. Lule Shtrydhe, ti tashmë je një personazh shumë I njohur. Ndaj do të bëje mirë të më harroje mua dhe ti kushtohesh vetëm karrierës tënde. Po çfarë thua, Mark? Mos thuaj marrëzira. Edhe nëse do të bëhem një yll I njohur ndërkombëtar, zemra ime do të përkas vetëm ty, gjithmonë ty. Sillu si njeri serioz. Qetësohuni, vajza. Vajza, të gjitha vëmendjen këtu. Tani do të vi para jush juria që do t'ju gjykojë ju sonte. Unë e di se kush është ai burri. Quhet Junior Koshiba. Kam dëgjuar të thonë se ka një karakter të hidhur dhe shpesh I bën të qaj aktorët e reja që punojnë me të. Tani ka ardhur momenti të prezantojmë të ftuarën tonë të nderit që do të jetë personazhi kryesor I këtij muzikali. Për ju Pam Fujiwara.
Kjo është e famshme, ja pam që të gjithë e admirojnë. Më duket sikur po ndërroj, është vërtet pami. Dhe tani do të fillojmë audicionet. Të bëj një hap përpara numri 15 Mina. Përshëndetje. Shiko si po qëndron, duhet të jetë shumë nervoze. Kështu do të ndjesha edhe unë para idhullit tim. Ndim, kemi një problem të madh këtu. Është një lloj majmuni që nxjerr flak. Majmun që nxjerr flak? Shpresoj të mos bëhet fjalë për një Qëndroni monster. pas. Jeni treguar të pasjellshme që më lat në shtëpi vetëm sepse jam më e vogla. Oh, jo, është Padi. Duaj dhe unë të marr pjesë në audicion. Tani mjaft, Padi. Kështu do t'i vësh flakën teatrit. Shikoni, unë di të bëj një morim me numra të jashtëzakonshëm, si ky për shembull. Dhe nuk mbaron këtu. Jam edhe shumë e zonja në rënien e gongut. Tani mjaft, Padi, po e tepron. Kjo nuk është fare e drejtë. Dua ta kem dhe unë një mundësi. Arsye topa. Mjaft me kaq! Përse po ma umbis një kohën kot? Na vjen vërtet shumë keq zoti Koshiba, por erdhi krejt papritur. T'ju vit turp, shikoni se çfarë bëhet. I natosët një aktor të madh si zoti Koshiba. Ju kërkojmë shumë ndjes. Mjaft, anullon audicionet. Po përse? Më falni nëse po kom gul, por përgjegjësit e vetme të këtij incidenti jemi ne. Vajzat e tjera nuk kanë faj. Ne ju kërkojmë falje për shqetësimin dhe po largohemi me njëherë nga teatri. Ju lutem, vazhdoni të vëzhgoni Minën dhe vajzat e tjera. Nuk është e drejtë që ato të mos konkurrojnë. As që bëhet fjalë. Largoni që të gjitha, kuptuat? A mund të ndërhyj pak? Ju lutem uluni. Ato nuk donin t'ju vinin në lojë. Ky ishte thjesht një aksident. Thjesht një aksident? To gjëra nuk duhet të ndodhin më. Unë jam një njeri shumë i zënë, nuk kam kohë për këto. Ato donin t'ju argëtonin me shfaqjen e tyre. Pam, ç'po bën kështu? Nuk është momenti për treguar vetbesim. Qetësohuni. Unë e di se ç'po bëj. Ato e kanë marrë shumë seriozisht këtë. Askush në fakt nuk do t'ju vëjë në lojë. Mbase, por ajo që pash unë ishte një shfaqje shumë qesharake. Do t'ju kërkoja ta shihnit situatën me një sy tjetër. Dua t'ju them që gjërat në pamje të parë mund të duken absurde, por mund të kthehen në gjëra të mrekullueshme dhe të vyera dhe të vërteta. Sa mirë, pami nuk friksohet nga askush. Shumë mirë atëherë, por përpara se të vazhdojmë, do të doja t'ju shija duke kërcyer. Të më shihni të kërcej. Në rregull, për mua s'ka problem. Presi që pat edhe vet, unë dhe zoti Koshiba ram dakord. Je shumë e zonja, nuk e prisja. Faleminderit shumë, por duhet plotsoj dëshirën e tij. Kështu që tani po jepi në sken që të realizoj kërcimin tim. A e dëgjove Mina? A nuk është e pabesueshme? Po është e mrekullueshme, më duket si ëndër. Është një balerinë e jashtëzakonshme. Ke drejt, duhet ta pranoj që është me të vërtetë shumë e bukur. Dionum, shumë e zonja. Sa vajze aft. Sa do doja të isha si ajo. Mina, ku po shkon? Më fal, Pam, dua të them diçka. Ne kemi ardhur këtu për të zbuluar nëse ti je shoqja jone skuadrës. Duhet të kesh një shenjë dalluese në ndonjë pjesë të trupit. Nëse është kështu, do të thotë se ti je njëra prej nesh, pjesëtare e skuadrës miau miau. Nuk kuptoj se për çfarë po flet. Unë kam ardhur këtu për të punuar dhe dua që gjithçka të përfundoj mirë. Isha e qartë? Nuk dua të përfshihem në këto iniciativa të çuditshme. Kaq kisha unë. Mirupafshim. Dhe kështu vajza u kthyet në shtëpi pa e bërë atë audicion. Po, refuzimi i Pamit ishte një goditje e rëndë për Minën. Unë mendoj se shoqja jote tani nuk do të bëhet më si Pami, tani që e kuptoi karakterin e saj të keq. Nuk më duket momenti për të bërë shaka. Po të them se ajo e gjora e priti shumë keq.
Dua të them diçka, Mina. Mua më vjen shumë keq për rëmujën që shkaktova tek audicionet. Mos u shqetëso. Nuk është faji yt që gjërat shkuan kështu. Më dëgjoj mirë, Lori. Ti mendon me të vërtetë se Pami është një si ne? Nuk e di, por nëse nuk është ajo, e kujt mund të jetë ajo foto e publikuar? Zgjo, Lule Shtrydhe, zgjo, forca! Çfarë ka? Duhet të bashkoheni shpejt. Antarja e 5 maju është në rrezik. Alarm, alarm! Ha? Çfarë the? Transformimi i Miau Lule Shtrydhes! Transformimi i Miau Minas! Transformimi i Miau Lorit! Transformimi i Miau Padit! Ja ku mbritëm. Ky është vendi për të cilin na foli Rajani. Sa vendit merrshëm, më fut të dridhurat. Mendoni se antarja e 5 të grupit është ende në kish? Shkojmë ta shikojmë dhe do ta zbulojmë. Shikoni, është dikush aty. Është një monster, një monster! Çfarë? Pa, shiko, u takuam sërish. Si arritët ta gjeni këtë vend? Jo, është gish! Dora vet. Dhe tani le të nisim shfaqjen. Doni të dini diçka, vajza? Mezi po pres t'ju shoh të kërceni me korbat e mi. Nuk po e shoh, vajza. Ku shkoi antarja e 5 të grupit? Me sa duket nuk e një balerinë e zonja, voglushe. Po lër të qet gish. Jo. Doni gati, sepse tani do t'i thoni lam të mirë shoqes suaj të re. Pas pak unë dhe miqtë e mi do t'a heqim qafe. Dhe ju siguroj se do t'a argëtojemi shumë. Po tani çfarë ke? Përse u bëre krejt pa pritur ka që eshtur. Zakonisht je shumë e papërmbajtshme. Ndërsa tani që re në kurthin tim bete pa fjalë. Shko! Transformimi i Miau Pamit! Kishin të drejt, ajo është një prej nesh. Në 1 minutë i ktheve të gjithë monstrat në korba normal. Shko pra, vetëm tim ke mbetur. E morje mira, lëviz, sulmoje tani. Është me të vërtet shumë e zonja. Shiriti!
Mjau pam. Ishim të sigurta që ishe ti. E di çfarë? Jam shumë e lumtur që ti bën pjesë në skuadrën tonë. Jo, gabohesh. Preferoj të punoj e vetme. Më vjen keq. Nuk kam nevojë për skuadër. Jam ulkonje vetmuar. Mos thuaj kështu, ne më në fund të gjetëm. Ti je një prej nesh, nuk e kupton këtë, të lutem pam. Mos mund gjithë kështu. Më lini të qetë, dua të qëndroje vetmuar.